Dhe dashur miq, sot kemi kënaqësinë të kemi në studio profesorin universitar Ismet Osmani, njëherët shef i katedrës së gjuhës dhe letërsisë shqipe pranë Fakultetit Filologjik, Universiteti Shën Kirili dhe Metodi. Njohës gjithashtu i thellë i fushës së përkthimit. Më të do flasim më shumë për të kaluarën dhe të tashmen e kësaj katedre, rëndësinë që ka drejtimi i përkthimit në formimin e studentëve dhe mbi të gjitha pse të rinjt duhen të zgjedhin këtë fushë për një kohë kur gjuha, kultura dhe përkthimi janë ura që lidhin botë të tëra. Është kënaqësi dhe privilegj, sepse unë edhe kam pas profesor gjithashtu në studimet e mia, që ta kem tani edhe në studio. Përshëndetje dhe mirë se më erdhët, profesor. Përshëndetje dhe mirë se ju gjej në emisionin tuaj. Më vjen mirë që televizioni juaj më jep hapësirë, faktikisht katedrës të gjuhës dhe letërsisë, për të komunikuar dhe për të informuar maturantët të cilët sapo kanë mbaruar edhe provimin e maturës, për t'ju ndihmuar nëse janë të interesuar të regjistrohen në Fakultetin e Filologjisë në Gjuhë dhe Letërsi. Është gjithmonë privilegj. Profesor, si do ta përshkruanit katedrën e gjuhës dhe letërsisë shqipe në UKIM sot? Cili është misioni i saj? Katedra ka një mision të qartë, në të përgatitjen e kuadrit të mësuesisë, të arsimtarëve të gjuhës dhe letërsisë shqiptare, këtu për ciklin e mësimit, domethënë 9 vjeçar, dhe kuptohet edhe për shkollat të mesme. Katedra ka një traditë jashtëzakonisht të gjatë në përgatitjen e këtij kuadri, jo vetëm këtu në Maqedoni, por edhe më gjerë, ka ndihmuar në përgatitjen e kuadrit të gjuhës dhe letërsisë shqiptare, por edhe kuadrit tjetër që domethënë kuadër që ka punuar edhe në për institucione të tjera, qoftë në mjetet e informacionit, në këtë rast siç jeni edhe ju, Aidas, edhe ju keni qenë studente e jona, por edhe në administratë ka bërë që shumë studentë cilët kanë kryer Fakultetin e Filologjisë, Gjuhë dhe Letërsi, të gjejnë veten në tregun e punës këtu në Republikën e Maqedonisë. Po, cilat janë programe studimore që ofron katedra që ju drejtoni, profesor, cilat janë përparësitë e tyre në krahasim me universitetet tjera në vend dhe rajon? Po thashun për parësisht se ne jemi një ndër institucionet më të vjetra këtu në Maqedoni. Ne para 2 vitesh bile, do të thënë 22 para 3 vitesh më fali, vjetesh, festuam edhe 50 vjetorin e themelimit si katedrë e gjuhës dhe letërsisë, kuadër të Fakultetit Filologjisë. Vitet e 70-ta, nëse nuk janë gabim. Po, në kuadër të Fakultetit Filologjisë, në kuadër të Universitetit Shën Kirili dhe Metodi. Si katedrë ne kemi në ciklin e, domethënë kemi programe studimore në ciklin e parë, në ciklin e dytë dhe në ciklin e tretë. Në ciklin e parë kemi 2 programe studimore për gjuhë dhe letërsi shqipe, domethënë, dhe në ciklin edhe programin studimor të përkthimit dhe interpretimit shqip, maqedonisht dhe anasjelltas. Ndërsa në ciklin e dytë, studimet e masterit, kemi programe domethënë edhe për gjuhë edhe për letërsi, studimet e masterit, dhe në ciklin e tretë kemi program studimor edhe në master, edhe në gjuhë, edhe në letërsi, domethënë studimet të doktoraturës. Duke qenë se ky grup është shumë i vlefshëm për tregun e punës, ashtu siç e thatë edhe paraprakisht, çfarë përfitimesh konkret i ofron studentit që zgjedh këtë rrugë, si për shembull bursa, mundësi punësimi në për institucione, projekte të jashtme dhe kështu me radhë? Gjërat varen edhe nga shkatësia e vetë studentit. Po, shumë e vërtetë. Domethënë aftësia e tij për të gjetur edhe veten në një vend të saktuar të punës. Megjithatë është shumë e rëndësishme, sepse që thash edhe në fillim mision jon, që studenti të gjejë veten në vendin e punës. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka vende të punës për të gjitha ata të cilët kryen një fakultet. Për shembull, unë po që se do të kryej gjuhën dhe letërsisë shqipe, ai do të gjej veten do të punësot në shkolla fillore, në shkollat 9 vjeçare, ose edhe në shkollë të mesme, për arsye se shkollimi i mesëm është edhe i domosdoshëm dhe me siguri ka vende pune kuadri për të rritë të shkojnë pension, vinë gjenerata të reja dhe kam bindje se do të mund të punësot. E dyta, që është me rëndësi, në çdo kund në administrat mund të punësot, kur farë problemi, në mjetet e komunikimit, në gazetari, plus asaj, redaktor botimesh, redaktor në mjetet informacionit, qoftë në gazet, qoftë në pa marrë parasysh revistat ndryshme, qoftë në shtëpi botuese në botimet ndryshme që bëhen,
Patjetër duhet të ketë redaktor gjuhësor për të rishikuar tekst nëse për të përmirësuar gabimet që eventualisht mund të ndodhin gjatë botimit të teksteve, ose dhe gjatë në mjetet e informacionit. Dhe me thënë hapësirë ka ku të duash. Ka shumë dyrë të hapura. Shumë dyrë të hapura. Ka shumë dyrë të hapura, për shembull janë në kompanitë që bëjnë reklama, shumë interesant. Po, megjithatë, vetëm është shumë interesant, mund të jetë një terapist apo një logoped i mirë, vetëm me një specializim plotësues, sepse është profesorit, pedagogik gjuhës edhe mund të ndihmojë shumë, sidomos te fëmijët që kanë nevojë. Vetëm me një kurs plotësues që duhet ta bësh një specializim plotësues, do të thënë hapësira e punësimit është e madhe, vetëm varet tash nga shkatësia e kandidatit. Po mundësitë e tilla mund të hapin shumë dyer. Mundësi ka, po, domethënë ka mundësi që janë të mëdha se ku do të mund të punojë një person që do të kryejë fakultetin e filologjisë. Po, por vitet e fundit profesor kemi parë një rënje të madhe të regjistrimeve në Universitetin Shën Kirili Metodi, kryesisht në katedrën e gjuhës dhe letërsisë shqipe. Pse ka ndodhur kjo? Po të them drejt, ai nuk ndodh vetëm te ne, kjo është një trend. Jo, është një trend që ndodh në të gjitha universitetet e Maqedonisë. Po, ndodh edhe në të gjitha universitetet, po edhe në fqinjësi këtu, po ti pyesësh, do të thënë, shifet se flas për fakultetet e filologjisë të gjuhëve, do të thënë, po edhe në Tiranë, edhe në Prishtinë, edhe shpesh herë kur komunikojmë të njëjtën gjë, do të njëjtën gjë. Do të thënë edhe në universitetet fqinje ndodh kjo. Po, të shteteve fqinje ndodh kjo dukuri që të rinjt kuptohet moshat e reja ikin jashtë imigracionit, dhe me thënë bashkë me familjet e tyre dhe kuptohet lëvizjet që bëjnë edhe ikin jashtë shtetit bashkë me familjet dhe ato faktikisht kuptohet ullet edhe numri i nxënësve edhe në shkollë fillore edhe të mesme kuptohet që edhe zvoglohet edhe numri i studentëve. Në bazë të statistikave ose në bazë të dhënave që na jepen, për çdo vit ke 1000 ose 2000 numri më të vogël, më i ulët, domethënë që shkojnë jashtë shtetit. Mund ta ketë bërë profesor edhe orientimi drejt shkencave, shkencave teknike, ndoshta edhe ka ndikuar që këto shkencat humane pak të ullet interesimit? Është një rregull e pashkruar, sepse shumë studentë mendojnë se po që se do të studiojnë në fakultetin e elektroteknikës, domethënë drejtimin e informatikës, shkencave kompjuterike, do t'i kryej hapësirë vetes për të gjetë një vend më të mirë pune dhe për t'u paguar më mirë. Kuptohet përveç elektros, që thamë, shkencave të teknologjisë informative, ka edhe kuptohet edhe fakulteti ekonomik, fakulteti juridik, ku të gjitha ata që do të kryejnë mendojnë se do t'i gjejnë një vend, do të kenë hapësirë për të punësuar më lehtë, do të gjejnë veten në tregun e punës, do ta kenë më lehtë për të punësuar. Ndoshta edhe është ashtu, po megjithatë nuk mund të ta lësh edhe gjuhën, kulturën, sepse atë bën identitet kombëtar, siç thotë Naimi është gjuhë e Perëndisë, nuk mund të lësh të mos studiosh gjuhën. Ne kemi nevojë për të pasur edhe student, edhe gjuha, edhe letërsia, po edhe fushat e tjera. Çfarë keni bërë ju si katedër që të rrisni interesimin apo në fakt maturantët të vinë deri tek ju të regjistrohen? Keni organizuar fushata kështu, apo edhe në mjet e informimi keni qenë më aktiv? Ne kemi shkuar, domethënë kemi bashkë me disa kolegë të mi, po edhe unë vetë drejt për drejt kemi vizituar disa shkolla këtu në Shkup, po edhe jashtë Shkupit, dhe për qytete tjera. Kemi vizituar gjimnazin Zefrush Marku, gjimnazin Cvet Andimov, edhe shkollat, thuajse shkollën e gjimnazin e Sarajt, të gjitha në një farë forme a jep të dhënat informacionin se si duhet jetë fakulteti filologjisë dhe pse ata duhet të regjistrohen në fakultetin e filologjisë dhe mos në katedrën e gjuhës dhe letërsisë. Interesant është se ne nuk mund ta shohim brenda interesimin e tyre, por megjithatë na pyesin për çdo gjë, si është mënyra e studimit, pjesëmarrja dhe në këtë formë, më thënë pjesëmarrja financiare sa duhet participimi që e quajmë. Po, ne përsa për informim studentëve edhe një herë se kemi thënë edhe atje, ne kemi 2 kuotë shtetërore, quajmë edhe kuotë me vetë financim. Si janë ato? Po, ato janë, si do të them, kuota shtetërore, faktikisht
një pjesë paguan shteti, një pjesë paguan studenti për regjistrim, ndërsa pjesa tjetër, po nuk është shtrejt 100 euro një semestër dhe 100 euro një semestër, ke qartë. Është i njëjtishmi për të gjitha programet studimore? Po, për të gjitha programet studimore dhe kuptohet edhe nëse mbushet numri, plotësohet numri te kjo me kuotë shtetërore, të grupi i parë, atëherë kuptohet ka edhe grupi tjetër ose me kuotë me vetë financim, siç e quajmë, aty pranojmë 10 studentë. Studenti do të paguaj pak më tepër, domethënë. Që do të thotë një ndër universitetet edhe katedrat që mund ta kenë më lirë nga të gjithë, domethënë, studimin. Sepse thash me vetë financim, me kështu me kuotë shtetërore që edhe shteti merr pjesë drejt për drejt në ndihmën që ja bën studentëve, por edhe nuk është dhe një çmim kështu i përballueshëm për secilën familje mbi gjitha, po. I përballueshëm është. A ekzistojnë profesor programe bashkëpunime edhe me universitetet tjera, në këtë rast me Universitetin e Tetovës dhe universitetet tjera private? Programe bashkëpunimi kështu drejt për drejt nuk kemi, po ne bashkëpunojmë me Universitetin e Tetovës. Jo si staf, domethënë. Po, si staf me Universitetin e Europës Juglindore, kemi komunikim të përditshëm, po të thosh afatgjatë, sepse një numër i studentëve të tyre, sidomos të Universitetit e Tetovës, kanë kryer masterin, po edhe kanë doktoruar tek ne. Po edhe kuadri i tyre që tani mbam si gjuhë dhe letërsi në kuadrë të Fakultetit Filologjisë kanë diplomuar në katedrën tonë, domethënë katedrën e gjuhës dhe letërsisë, që kuptohet edhe kanë kryer edhe masterin edhe doktoraturën në katedrën tonë. Pastaj bashkëpunimi është në për konferenca, në për pjesëmarrje drejt për drejt në mbrojtje të punimeve të doktoratës që profesorët tanë marrin pjesë si antar komisioni në doktoraturat e tyre të kandidatëve të tyre, po edhe përmes konferencave të ndryshme, ne kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë, sepse njihemi në mes vete, nuk kemi një numër i madh dhe komunikojmë, thuaç, jo vetëm me Universitetin e Tetovës, por edhe me Universitetin e Tiranës, Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, me Universitetin e Prishtinës. Angazhojmë kuadrat e tyre dhe kuptohet ose e marrim si antar komisioni në mbrojtje të një doktoratura apo të një masteri dhe kështu me radhë. Domethënë bashkëpunim kemi me universitetet tona këtu, po edhe në Maqedoni, po edhe jashtë me Universitetin e Europës Juglindore gjithashtu, ku profesorët tanë marrin pjesë drejt për drejt në këto antar komisioni në mbrojtje të doktoraturës apo dhe të masterit. Sa ka ndryshuar, më intereson profesor, edhe programet studimore ndër vite, lëndët që jipën në gjitha programet studimore, ka pas ndryshime apo? Po, kuptohet patjetër duhet të ketë ndryshime sepse duhet të përgjigjet të nevojave të tregut. Programet ne vazhdimisht para 3 kanë risi vazhdimisht? Po, vazhdimisht kanë risi para 3 vjetësh. Dhe kuptohet studiot tregun e kemi një komision të veçantë të posaçëm, domethënë që merret sidomos me punën e akreditimit të programeve të reja studimore dhe në vazhdimsi për çdo 3 ose eventualisht 6 vjet, po eventualisht 8 vjet, 4+4, ne kemi bë ndryshimet programeve studimore. Edhe para 3 vjetësh akreditojmë programe të reja, të 3 ciklet domethënë, edhe ciklin e parë, 2 dhe 3. Përsëri jebi në plan shqyrtimi se si të ardhmen të shikojmë faktikisht për racionalizimin e programeve dhe për t'i parë dhe studiuar nevojat e tregut se si do të jenë programet studimore në të ardhmen. Po, grupi i përkthimit, profesor, si është konceptuar? Çfarë përgatitje profesionale marrin studentët që të ndjekin këtë drejtim? Grupi i përkthimit ne pothuajse afër 20 vjet, 22-23 vjet nga viti 2000, që është formuar. Po, që ekziston, është formuar si grup, si program studimor. Ne në të kaluarën kishim 2 programe studimore të përkthimit, përkthim shqip-maqedonisht dhe për studentët jo shqiptar dhe përkthim maqedonisht-shqip, përkthim dhe interpretim maqedonisht-shqip për studentët shqiptar, domethënë, për jo shqiptar dhe shqiptar. Për fat të keq në vitet e fundit, domethënë në 5-6 vitet e fundit, numri i studentëve është rrudhur shumë, domethënë nuk kemi të interesuar për përkthim. Në grupin për përkthyes shqiptar na regjistrohen domethënë si gjuhë amtare, regjistrohet një numër jashtëzakonisht i vogël, 5-6 student, ndërsa në grupin jo amtar nuk kemi studentë, regjistrohen 1 ose 2.
dhe pastaj nuk mund të formohet grupi, kështu që tërhiqen edhe vetë. Nuk kemi student të grupit jo amtar, ndërsa të grupit amtar, po kemi shumë student. Përkthimi është një artizanat, ta që është jashtëzakonisht i mirë, sidomos për komunikim, ndërmjetësim dhe kanë nevojë sidomos institucionet në Republikën e Maqedonisë, zbatimin e dygjuesisë, dhe besoj që interesimi po të kishte qenë më i madh do të ishte më mirë, sepse vazhdimisht institucionet tona këtu na kërkojnë përkthyes. Zakonisht lajmërohen ose të rasin në katedrën e gjuhës dhe letërsisë, na sugjeroni një përkthyes të mirë. Ne nuk kemi kuadër për t'i sugjeruar, sepse nuk shkojnë ose nuk kemi student, ose ka kryer përkthime dhe punon në një vend tjetër të punës, këtë di unë në marketing ose në një gjë tjetër që është ka gjetë një vend më të mirë të punës dhe nuk është interesuar për të punuar si përkthyes, ndërsa ka qenë një dukuri shumë interesant që një pjesë e madhe që kryenin grupin e përkthimit, jepnin provime plotësuese, sidomos atë pjesën e letërsisë, dhe punësoheshin në për shkolla fillore, po edhe të mesme, qoftë si arsimtar të gjuhës shqipe, po edhe qoftë si arsimtar të gjuhës maqedonase. Vazhdon të jetë kjo formë ose? Po tash varësisht prej interesimit atyre të kandidatëve të cilët diplomojnë, një pjesë atyre drejt për drejt shkon në përkthim sepse e ka pasion, një pjesë atyre gjejnë formën, lë përkthimin, kthehet në arsim dhe punon në arsim, qoftë si arsimtari gjuhës dhe letërsisë shqiptare, qoftë edhe si arsimtari gjuhës dhe letërsisë maqedonase. Por në këtë kohë do thoja kur komunikimi ndërkulturor është më i nevojshëm se kur, besoj që është i nevojshëm që çdo institucion ta ketë të paktën një përkthyes apo jo, sidomos në një shtet ku është multietnik si Maqedonia e Veriut. Interesant, kur shkonim edhe në për shkollat mesme dhe promovonim programin studimor, më bënin përshtypje pyetje që nxënësit që maturantët i shtronin, dhe ishte një shumë interesant një pyetje që më bëri njëri, thot, më rrezikon mu ChatGPT, më rrezikon thot profesionin tim përkthimi. Përkthimi tash kuptohet në mjetet e teknikës është vërtet është i avancuar dhe jo që ja rrezikon. Shiko, ChatGPT nuk mund ta përkthej poezinë, apo nuk mund, ose Google nuk mund të përkthej poezinë, nuk mund të përkthej. Po prapë është futur si temë debati, ja? Po, si temë debati është, ekziston flitet, debatohet për këtë çështje, që ndoshta në të ardhmen mund edhe të përsoset. Po megjithatë, përkthyesi është përkthyes, njeriu është njeriu që megjithatë duhet të bëjë punën e vet, mund të ndihmojë edhe më shumë, se ai është që duhet ta përmirësojë edhe të ardhmen. Sidomos përkthyesi simultan nuk mund që ta pret ChatGPT, ndoshta që ta përkthej. Nëse se ka edhe konsekutiv, edhe simultan. Simultani është sidomos që quajmë ne ping-pong, është që duhet menjëherë aty për aty të japish informacionin. Ajo bëhet edhe në kabinë kështu të përkthimit dhe është pak problematike se sa është përkthimi shpejt, që faktikisht është një rolin e ndërmjetësuesit përkthyesi që t'jep informacionin palëve. Sepse të gjithë presin, në këtë rast përkthyesi është ai që kryen punën, sepse gjithë presin nga përkthyesi se çfarë thot diçka ose ndonjë gjë për ndonjë temë të caktuar në situata të caktuara, ose ndonjë konferencë ose po të në konferencë shtypit të qoftë delegacioneve ndryshme që vinë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Është mirë të kemi përkthyes të mirë, të përgatitur mirë, qoftë në aspektin e përkthimit, interpretimit konsekutiv, por edhe kuptohet përkthimit simultan që është në kabinë, po edhe përkthimit kuptohet me shkrim. Po, profesor, si e shihni të ardhmen e katedrës së gjuhës dhe letërsisë shqipe nëse vazhdon të ketë rënje të numrit të studentëve, qoftë në programe studimore të përkthimit, qoftë edhe në ato të letërsisë dhe gjuhës? Unë jam shumë optimist se ne vazhdimisht do të regjistrojmë student, jo në numrin që kemi ne dëshirë, nuk të mund them se do të regjistrojmë 30 ose, po deri 15 student, ne nuk kemi qenë asnjëherë në 20 studentë, s'kemi qenë. Por unë jam shumë i bindur se edhe në të ardhmen do të ketë student në katedrën e gjuhës dhe letërsisë, do të ketë studentë cilët e kanë pasion gjuhën, e kanë pasion letërsinë, fjalën e bukur të shkruar shqipe, dhe pse të mos regjistrohen. Jam optimist këtë drejtim se katedra do të funksionojë edhe në të ardhmen. Po, infrastruktura akademike në katedrën tuaj është e përsosur, i ka të gjitha kushtet e nevojshme për t'i kryer çdo student obligime ditore në universitet? Po,
shif, gjithçka është në rregull, domethënë, gjithçka është investuar mirë, është punuar në këtë drejtim që studenti të ketë në nivelin e duhur të gjitha kërkesat, domethënë plotësohen kërkesat e tij, kuptohet me pajisje teknike që kemi të gjitha, siç i kanë të gjitha, i kemi edhe ne. Dhe gjithçka është në rregull, domethënë, nuk ka që ju mungon ndonjë gjë. Qoftë në paraqitjen e provimeve bëjnë në mënyrë elektronike, qoftë regjistrimin bëjnë në mënyrë elektronike. Gjithçka, domethënë, kemi edhe bibliotekën tash e keni. Po, edhe bibliotekën jashtëzakonisht e kemi të pasur me libra, me literaturë të pasur. Po edhe, domethënë, e pajisur mirë, që do të thotë, po edhe rregulluar mirë është biblioteka e katedrës së gjuhës dhe letërsisë, është jashtëzakonisht mirë e rregulluar. Ka vend studentët mund të vinë deri prej orës 8 deri ora 4, ka hapësirë për të mësuar, për të lexuar, i kanë vendet e tyre studentët. Kemi personin që është jashtëzakonisht i përgatitur, i punësorat i brenda dhe besoni për çdo ditë është në ndihmë të studentëve. Për çdo ditë është në ndihmë të studentëve, vazhdimisht që ndihmon për nevojat e tyre çfarë. Sidomos në afatin kur është afati i regjistrimit të studentëve, ajali që është i punësuar në bibliotekë, punon, domethënë thuaj prej orës 8 deri ora 4 është në komunikim me kandidatët, domethënë me studentët e ardhshëm. Sidomos studentët që janë në vit të parë ose ato që regjistrohen, fillimi është i vështirë për t'u akomoduar dhe për t'u ambientuar me hapësirat e universitetit. Po thashë kemi jashtëzakonisht është në nivelin e detyrës, Blerant Mehmeti, domethënë, është në nivelin e detyrës në vazhdimsi për çdo ndihmë që ju nevojitet, ai është aty, ju ndihmon, komunikon. Kemi një numër të studentëve që punojnë edhe jashtë ose me korrespondencë, në vazhdimsi ju jep informacione, ju ndihmon, domethënë, për çdo gjë. Janë studentë me korrespondencë, punojnë jashtë apo ku do di, po që don ta kryej një fakultet ose don ta kryej gjuhën dhe letërsinë. Vlerantin e kemi aty, domethënë, për çdo gjë, për çdo punë ai ju jep informacionin të gjithë studentëve që janë të interesuar. Po edhe kanë në webfaqen e fakultetit, webfaqen e katedrës, marrin informacione, marrin afatin e provimit. Gjithçka informacionin e kanë, vetëm interesimi duhet të shtohet. Profesor, po të ciklit të tretë studentët si funksionon cikli i tretë? Ka interesim për të vazhduar në ciklin e tretë? Po, kemi studentë, besoni se ata të cilët janë të interesuar, ato që punojnë nëpër universitete, kuptohet ka kryer masterin, do të kryej edhe doktoraturën për të qenë, sepse është domosdoshmë nëse ke kryer masterin, do të kryesh edhe doktoraturën për të qenë i punësuar në universitet. Kemi kuadër, kemi student, po kemi edhe kuadër të mirë, po edhe student që i kemi të regjistruar në ciklin e tretë studimeve të doktoraturës. Kemi edhe gjuhë edhe letërsi. Sidomos kemi një 2 a 3 prej Universitetit të Tetovës. Aty desha ndërlidhen do që të vinë edhe nga universitetet tjera? Nuk e keni idenë, Aida, ndoshta edhe ju kur keni qenë studente, po edhe tash interesimi edhe nga Universiteti i Tiranës, edhe nga universitetet tjera në Shqipëri, i Durrësit, apo edhe i Vlorës, Ismail Qemali, po edhe nga Universiteti i Prishtinës, po edhe universitetet tjera, qoftë i Gjilanit, qoftë i Prizrenit, një kuadër i mirë që tani punojnë në universitetet e tyre, besoni që kanë doktoruar në katedrën e gjuhës dhe letërsisë, sidomos në fushën e gjuhës, po edhe të letërsisë. Është për të mburur kjo pastaj edhe për juve si staf. Ne ishim vitin e kaluar në Universitetin e Durrësit dhe më erdhi mirë që 3-4 profesorë që kanë doktoruar në katedrën e gjuhës dhe letërsisë ishin të punësuar në Universitetin e Durrësit. Domethënë, studentë që kanë doktoruar te ne. Njëjta gjë ndodh edhe në Universitetin e Vlorës, studentë që kanë kryer doktoraturën në universitetin ton, punojnë në Universitetin e Vlorës. Domethënë që është një kënaqësi sepse i shef që kuadri jon ka gjetë vendin e punës në vendin e vet. Është edhe një motiv pastaj për juve, marr parasysh që shumë vite edhe jeni në atë katedër. Sa u bën profesor? Po, të them edhe këtë edhe në Universitetin e Prishtinës, po edhe në Universitetin e Prizrenit, Gjakovës, besoni 4-5 profesor që punojnë në Universitetin e Prizrenit, vetë se kanë doktoruar në katedrën e gjuhës dhe letërsisë dhe janë bartës të lëndëve kryesore në qoftë nga letërsia, qoftë nga gjuhësia. Domethënë, kemi kuadër, kemi ndihmuar në përgatitjen e kuadrit, jo vetëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut, por edhe universiteteve tona që i kemi këtu, por edhe më gjerë.
Qartë. Sa vite u bën që jeni në këtë katedër? Dhe që jeni në shërbim të gjithë studentëve? Po gati 23-24 vjetë më duket. Wow. Ka ndodhur, ka pas raste profesor kur jeni lodhur dhe jeni demotivuar? Shif, sepse nuk jam pak më shumë se 2 dekada. Gjithçka që e bën me dashuri, me pasion, ju e dini që puna, që të mba gjallë. Për mua unë jam përpjekur që vazhdimisht të jem në kohën e dur, do njerë edhe 20 minuta, bile edhe 1 orë para kohë, kam dëshirë të jem në vendin e punës dhe t'i presë studentët dhe ndjen kënaqësi, diçka që e donë, me vullnet, nuk ka shans që të të bezdiset. Veç mund të t'inkurajoj, të nxit, të motivoj për të bërë punën edhe më mirë. Pavarësisht sfidave që i keni të përditshme. Po tani, ne përpiqemi të bëjmë punën tonë, aktivitetet tona janë të përditshme, kuptohet, komunikim me studentët, dashuria ndaj punës, entuziazmi dhe kështu me radha. Duhet të punojmë. Kështu kemi zgjedhur këtë profesion dhe duhet të jesh në nivel të detyrës, pa marrë parasysh rrethanat e krijuara, apo duhet të jesh gjithmonë, duhet të jesh në nivel të detyrës. Jo vetëm unë, besoni ne kemi. Edhe optimist në këtë rast. Po edhe optimist, kuptohet. Besoni ne kemi një katedër dhe kemi një kuadër jashtëzakonisht të mirë, të përgatitur dhe që kuptohet, punojmë që shumë shpejt që gjithë ne të cilët vetëm se jemi në ta quaj në prag të pensionit tash mos po jemi në prag. Nuk dukeni as pak, jo. Një 5-6 vjet kështu ta quajmë, ne besoni mendojmë në vazhdimsi në çdo takim ton që e bëjmë në katedër, mendojmë për studentët e ardhshëm se kush duhet të zëvendësoj këtë kuadër. Në vazhdimsi e diskutojmë këtë çështje dhe jemi në rrugë të mirë për të zgjedhur një kuadër jashtëzakonisht të mirë. Uroj. Po, kemi studentë vërtet të mirë, që me plot kompetencë do të na zëvendësojnë. Urojmë. Profesor, unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që ndatë këtë mëngjes së bashku me ne, pavarësisht angazhimeve tuaja në universitet, ju gjetët hapësirën që të venit na përgjigjeni në këto pyetje që ishin të nevojshme për t'i dëgjuar edhe shikuesit tanë, sidomos në një kohë kur ende maturantët janë në dilema se ku të regjistrohen apo ku të jetë drejtimi i tyre i jetës do e quaja, sepse tani vendoset se çfarë të studiohat dhe cili është ai profili ndoshta që mund ta ndjek gjatë gjithë jetës. Ju falemderit Aida për krijimin e mundësisë për diskutuar një herë me ju, po edhe me spektatorët tuaj dhe për t'ju ndihmuar maturantëve. Besoni se në rolin e prindit, sado pak t'ju ndihmojmë, t'ju japim një mundësi, po megjithatë ata vetë duhet vendosin, ta dëgjojnë zemrën dhe shpirtin cilin profesion e donë. Atë që e donë, atë le ta zgjedhë. Kjo është porosia ime, atë profesion që e donë, atë le ta zgjedhë, vetëm është me rëndësi që t'i dobishëm, pa u ndikuar nga të tjerët, është me rëndësi që atë që e donë dhe mendon se do t'jep kontribut dhe do t'jep i dobishëm për shoqërinë. Natyrisht. Po, kjo është. Shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi dhe nder. Gjithashtu, faleminderit edhe ju. Të dashur miq, ne këtu do ta përmbyllim edhe këtë pjesë të programit me pjesën e të ftuarit të parë, duke shpresuar që keni marrë informacione interesante dhe të dobishme për gjithë juve maturantë që ende jeni në dilema se ku të regjistroheni. Ne bëjmë një ndërprerje shumë të shkurtër me një pikë muzikore për të rikthyer sërish në studio dhe për të vazhduar edhe me bisedën e fundit për ditën e sotme. Qëndroni me ne.